kur duhet i presin biletat e avionit? Dëgjova insertin. Shikot, pa diskutim që duhet kohë përpara. Në momentin që ndodhi kjo pjesa, fillimi i luftës në lindjen e mesme, pikërisht atë ditë unë fluturoja për në Aman, në Jordani. Po, okay. Dhe fati jonë që vetëm 1 orë në ndau, sepse lufta, bombardimet kishin filluar shpejt, ne jemi 2-3 orë mbrapa tyre dhe afër Qipros ne na kthyen. Dhe filluan fjalët në portale, në media, që do rriten çmimet, sepse ajo pjesa e karburantit që është e nevojshme për avion, pjesa vjen nga andej. Dhe unë ndërkohë kisha udhëtimet, sepse në qershor do ikin në Madeira, edhe si udhëtare që jam, i gjej shumë e lirë, kam bërë Tiranë, Milano, Milano, Paris, Paris, Madeira. Dhe duke dëgjuar këto, ato biletat luanin nga ajo kompania, dhe unë e bëra. Nga një herë është mirë, e bërë biletë mos i shiko më pas se sa kanë shku çmimet. Po kishte shku 3 fish më lirë. Sa më parë? Më lirë. Sa më kohë më përpara duhet i pres? Po prandaj po them, shiko, është një gjë që kompanitë shikojnë sa më shumë klikohet një segment, është biznes. Ata fillojnë dhe e rrisin. Ka momente për shkakun që është një pauzë, edhe hotelet kështu janë. Sa për shkakun unë do iki në javës që shkoj jam në Santander, nuk e di pse Bilbao ka një çmim. Nuk e di shumë të shtrenjtë në hoteleri. Ato ditë që jam unë ka dhe ndeshje. Los Atletico Bilbaos është dhe fundjavë, është high season, sepse është ajo që tha maj, gjithmonë maj, sepse nuk është shumë i nxehtë dhe nuk është i ftohtë. Është një temperaturë fantastike, kur me një xhaket të hollë dhe pra edhe kjo të bërit nga një herë ti ke një fat edhe në ke last minute, por sigurisht, nëse ti ke bërë plane do ajo edhe të djeg edhe të mund të përfitosh. Nga përvoja jote. Po zakonisht mbi 5-6 javë përpara.